Se qyteti i Gjilanit gjatë këtij edicioni të garave të Superligës së Kosovës në futboll do të jetë mjaft i zjarrt, dëshmon edhe fakti se që të dy skuadrat e Superligës janë komponuar mjaft mirë si në aspektin fizik e profesional, po ashtu edhe atë taktik e material. Në fakt, Drita dhe Gjilani gjatë këtij afati kalimtar kanë sjellur disa futbollistë cilësor në taborët e tyre për ta bërë qytetin e Gjilanit si asnjëherë më parë qytet me synime për te niveleve shtetërore në edicionin historik të garave pas pranimit në dy asociacionet më prestigjioze të futbollit botror, FIFA dhe UEFA. Në fakt që të dy skuadrat janë në vlugën e përgatitjeve për edicionin e ri të garave. Në vazhdën e këtyre përgatitjeve, skuadra e Gjilanit ka zhvilluar një ndeshje miqësore me skuadrën e Ligës së Elite në futbollin e Maqedonisë, atë të Shkupit. Edhe pse epilogu i kësaj ndeshje ka përfunduar me rezultatin më të padëshirueshëm në futboll, pa gola, kjo ndeshje ka vlerëtur si një sprovë mirë përgatitore për kryetrajnerin Albinor Morina dhe kryesinë e klubit. Duke folur për ndeshjen e zhvilluar në stadiumin e qytetit, Bekim Rexhepi, kryetari i klubit futbollistik Gjilani, ka vlerësuar kualitetin e ndeshjes në përgjithësi, ndërsa e ka cilësuar si test të rëndësishëm për komponimin e ekipit të parë para edicionit të ri të garave 2016-2017. Sot patëm një lojë miqësore, një lojë kontrolluese, e cila ishte një niveli pak më të lartë se lojrat të cilat i kemi zhvilluar deri tash. Patëm një ndeshje me Shkupin, klubin futbollistik i cili garon në Superligën e Maqedonisë, një klub i cili ka rezultate evidente, siç e pat rezultati mbeti i bardhë, i padëshirueshëm për adhuruest dhe shikues të kësaj loje, 0-0, por më rëndësi ishte që ishte një lojë shumë e fortë, ku të dy ekipet, të dy klubet sprovuan lojtarët e vet pak para fillimit kampionatit, siç e dini. Dhe ne kampionati fillon pak më vonë, pas 3 javë, ndërsa në Maqedoni fillon sot një javë, do të thotë javën tjetër. Dhe ne patëm mundësi që të bëjmë edhe një test kryesor për të bërë ekipën bazë, klubi është ende duke i sprovuar disa lojtarë dhe duke bërë një test me të cilën do ta krijojmë, do ta komponojmë formacionin bazë, formacionin i cili do ta bartë barën kryesore në kampionat. Ndërkohë që mbarvajtja e garave në Superligën e Kosovës në futboll përgjithsisht besohet se do të jetë shumë më cilësore dhe më e organizuar si rrjedhoi e pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në asociacionet kryesore të futbollit ndërkombëtar, skuadrat në përgjithësi tashmë janë në vlugën e përgatitjeve para fillimit të edicionit të ri të garave. Në vazhdën e përgatitjeve të saj që po zhvillon edhe skuadra e Dritës, e cila së fundi ka sjellur disa emra të njohur në radhë të saj, ka zhvilluar një ndeshje kontrolluese me klubin futbollistik Tërnoci nga Tërnoci i Bujanovcit, e cila ka përfunduar me rezultat të barabartë 1-1.